kanë bardhur? Ashtu në kanë bardh, më ndoj më ka ardhë rani mu me më kap, jam friksu, po më kapën ndiku ku mund të kesh reagim? Edhe ku kisha reagu me njëherë në moment, për fatë më kanë kapën në krahun tjetër. Edhe kanë hodhë në lesë dhe kanë qëndrua ashtu pa lëviz, kanë zerë për lokalit, kamioni ka qenë i parkum para komunës, më kanë hodhë në kamion, edhe ashtu përmbi edhe trupa tjerë më kanë hodhë, edhe mandej u nisë kamioni në drejtim të Prizrenit. Kamioni është nisur në drejtim të Prizrenit? Edhe pse kam qenë gjallë, do të thonë kam qenë kamion, prapë nuk më guxu me lëviz. Po. As nuk e kom di që mami është gjallë apo shëretja është gjallë. Thjesht kam qëndruar ashtu pa lëviz. Si e gjetët njëri tjetrin në ato momente të apokalipsës, absolutisht është aqërënd. Si gjeti nën aty që je gjallë? Fillimisht shëretja i ka thonë mamit, po kthejmë prej kamionit se këta na shtimin e gropë edhe mandej nuk muna me dalë. Shëretja kishte ditur edhe nën Vjollca që ato e kanë parë që janë gjallë të dyja, ata kanë patur komunikim, po. Fillimisht mami ka thonë jo se ta shumë që apo ndodhe dhe mas t'i lajmë tjertë. Atëherë shëretja ka vendosë se para me këty, mami ka dashtë edhe njëherë me më pa, ka njoft robat, edhe më ka thonë mosi, a e gjallë? Më thonë po, thonë hajde me mamin këthejmë prej kamionit kapi, edhe nashti pështojnë. Në ato momente afër vetës se kam pasë edhe një djalë të kushërive, Miratin, edhe i ka qenë moshën 9 vjeçare, edhe i ka qenë gjallë në ato momente, edhe kemi dash me marrë edhe ato, po thonë jo, s'po mo i pëllu me shumë me mamin, veç lutë na hekma që tropë se e këshim mbullu ftyrën edhe nuk më i keme marrë frymë. Ata nuk kemi gëtu me tentu ma shumë, se kemi menu nuk ka dash. Për kresh, e kemi shplu ceradën e kamionit, veç që ka këqyë rrugën edhe kemi ranë në midis të rrugës. Kemi tentu me këcyn mes të rrugës, të mendu që mund më na pa nëse udhë me anash. Kamioni ka qenë shpejtësi shumë të madhe. Në tash kër e mendoj me më hudhë për një kamionit, lëndohet njeri e lejman në ato momente kur dy të plagosën, mami e plagosën, unë i plagosën. Kemi rarë në midis rrugës edhe jemi qu të dytë në kom. Ka dhonë Zoti forcë, jemi qu me njëherë në kom, edhe kemi vazhdu me ecë. Dritim të tokave aty të arave. Ato ka qenë në fshatin Lutoglar, fshatin Malsieri. Ndërmjet Suarikës edhe Prizrenit. Kum fillu me kërku ujë, edhe atëherë mami e kemi pa një shtëpi përballë neve, jemi afru. Pas jemi afru afër, mami i kërkoj ujë për mu. Atëherë ma kanë dhënë një gotë ujë edhe prej aty na kanë kalu rrugën edhe kanë thonë na nuk guxoj me majt këtu. Edhe na kanë ofruar të një shtëpi shqiptarëve. Pra kishin qenë ata të cilët ju kishin ofruar. Ata vetëm na kanë thonë na nuk guxoj me majt këtu. Nuk guxojnë. Shkoni te shqiptar. Po, edhe na vetë që kemi kalu rrugën, mendu që